Bisedimet mes Vladimir Putin dhe të dërguarit amerikan Steve Witkoff për dhënien fund të luftës në Ukrainë ishin konstruktive, por nuk shënuan një arritje. Deklarata është bërë të mërkurën nga këshilltari i presidentit rus, Yuri Ushakov, i cili ishte i pranishëm në bisedimet që zgjatën plot 5 orë. Takimi ishte i dobishëm, konstruktiv dhe domethënës, por propozimi amerikan për paqen ishte më tepër në nivel diskutimi sesa përcaktimi, ka deklaruar Ushakov. I pyetur nëse paqja ishte më afër apo më larg pas këtyre bisedimeve, Ushakov ka thënë, më larg jo, kjo është e sigurt. Deri tani kompromisi nuk është gjetur sa i takon çështjes territoriale, pa të cilën Kremlini nuk shes zgjidhje të krizës, ka vjuar këshilltari duke shtuar se kontaktet me palën amerikane do të vazhdojnë. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili në një intervistë për Fox News ka theksuar se në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e krizës ka pasur pak progres, por ende nuk është arritur zgjidhja. Ndërkohë, një ditë pas takimit të Moskës, ministri i jashtëm Ukrainas, Andriy Sybiha, ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Dyshja sipas një njoftimi të publikuar online, ka diskutuar për detajet e procesit të paqes dhe hapat e ardhshëm që duhen ndërmarrë për t'i dhënë fund luftës. Ndërkohë, presidenti Volodymyr Zelensky ka deklaruar se këshilltarët e tij po përgatiten për një takim të tyrin me të dërguarit e Trump për Ukrainën në Washington.